Vdekja e profetit Muhammed a.s. Shenja e tretë e afrimit të orës së fundit të dynjas. Vdekja e profetit Muhammed a.s. Dërgimi i profetit të fundit, Muhammedit a.s. është shenja e afrimit të orës së fundit të dynjas. Atëherë, edhe largimi i tij nga kjo botë është akoma më tepër shenja e afrimit të kësaj ore. Muhammedi a.s. garanci nga dënimi për mbar botën. Allahu i madhëruar në Kur'an thot: Allahu nuk ka për t'i dënuar ata kur të jesh në mesin e tyre, dhe Allahu nuk ka për t'i dënuar kur janë duke i kërkuar falje atij. Surja Anfal 33. Ibn Abasi radiallahu anhu në lidhje me këtë ajet thot: ata, sahabët, kishin dy garanci, profetin e Allahut dhe istikfarin, të kërkuarit falje Allahut, iku profeti a.s. dhe mbeti istikfari. Këto dy garanci, profeti a.s. i ka përdorur kur ndodhi një herë eklipsi i diellit në kohën e tij dhe u friksua se mos ishte ora e fundit e dynjas, siç tregon Ebu Musa el-Eshari radiallahu anhu. Kur ndodhi eklipsi i diellit, profeti a.s. u ngriti shtangur nga frika se mos ishte ora e fundit e dynjas. Shkoi për në xhami dhe fali një namaz me më të gjatin qëndrim, më të gjatën ruku dhe më të gjatën sejdë që kam parë ndonjëherë prej tij. Gjatë këtij namazi në sejdë, ai është lutur me këto fjalë: O Zot, a nuk më ke premtuar se nuk do t'i dënosh ata përderisa unë jam në mesin e tyre? O Zot, a nuk më ke premtuar se nuk do t'i dënosh përderisa janë duke kërkuar falje? Pra profeti Muhammed a.s. ishte garanci për mos dënimin e umetit të tij përderisa ai të jetë në mesin e tyre. Atëherë, prezenca e tij në këtë botë ishte gjithashtu garanci për mbar botën ndaj orës së fundit të dynjas, sepse ora e fundit është katastrofë e përgjithshme e cila prek çdo kënd prej njerëzve. Kjo garanci është shprehur edhe në një hadith tjetër, siç tregon Ebu Musa el-Eshari radiallahu anhu ku thot: e falëm me profetin a.s. namazin e akshamit dhe pastaj tham: sikur të uleshim derisa të falim me të namazin e yatsis. Ne u ulëm dhe erdhi profeti a.s. dhe na tha: nuk keni lëvizur nga vendi? I tham: o i dërguari i Allahut, ne falëm me ty akshamin dhe tham të ulemi derisa të falim me të yatsin. Ai tha: ju lumt, ose mirë keni bërë. Pastaj ngriti kokën nga qielli, edhe ai shpesh e ngrinte kokën nga qielli dhe tha: yjet janë garanci për qiellin, dhe kur të ikin yjet, i vjen qiellit afati i tij i premtuar. Unë jam garanci për shokët e mi, edhe kur të iki unë, u vjen shokëve të mi afati i premtuar. Shokët e mi janë garanci për umetin tim, dhe kur të ikin shokët e mi, i vjen umeti tim afati i premtuar. Profeti Muhammed a.s. i jetoi në këtë botë 63 vite. 40 vitet e para prej tyre i ka jetuar para profecisë dhe 23 vitet e fundit i ka jetuar në profeci. Këto vite ndahen në dy periudha: periudha e Mekës me 13 vjet dhe periudha e hijretit, e emigrimit në Medinë me 10 vjet, siç tregon Ibn Abasi radiallahu anhu. Është dërguar profeti a.s. në moshën 40 vjeçare. Ka qëndruar në Mekë 13 vjet, pastaj është urdhëruar për hijret, emigrim për në Medinë, dhe ka qëndruar atje për 10 vjet dhe ka vdekur në moshën 63 vjeçare. Allahu i madhëruar i kishte bërë profetit a.s. një shenjë, të cilën kur ta shihte të përgatitej për botën tjetër me madhërim dhe istikfar. Kjo shenjë është përmendur në surën En-Nasr, ku Allahu i madhëruar thot: kur të vijë ndihma e Allahut dhe çlirimi, dhe ti shohësh njerëzit duke hyrë në fenë e Allahut grupe, atëherë madhëroje me falënderim Zotin tënd dhe kërko falje prej tij, se ai është vërtet pranues i madh i pendimeve. Surja Nasr 1:3. Komentuesit e Kuranit thonë: shenja e përmendur në këto ajete është çlirimi i Mekës dhe ardhja e fisëve arabe grupe për të hyrë në Islam. Kjo sure mendohet i ketë zbritur profetit a.s. pas marrëveshjes së Hudejbijes, sepse profeti a.s. pas kësaj ngjarjeje është përgëzuar me çlirimin e Mekës. Kjo shenjë do të realizohej 2 vjet më vonë nga zbritja e ajeteve, në vitin e 8 të hijretit, vitin në të cilin ndodhi çlirimi i Mekës. Pastaj, ajo do të vazhdonte të plotësohej me fillimin e pranimit të Islamit nga fiset arabe për të arritur kulmin e saj në vitin e 9 të hijretit, viti i cili njihet si viti i delegacioneve të fiseve që vinin dhe deklaronin Islamin. Amr bin Seleme el-Gjermi radiallahu anhu tregon: njerëzit prisin çlirimin e Mekës për të deklaruar Islamin e tyre dhe thonin: lëreni atë me popullin e tij. Nëse do të fitojnë mbi ta, atëherë ai është profeti vërtet. Kështu, kur ajo u çlirua, çdo fis shpejtoi për të deklaruar Islamin e tij. Vinte burri dhe thoshte: o i dërguari i Allahut,
Unë jam përfaqësuesi filan fisi, erdha tek ti për të përcjellë lajmin e Islamit të tyre. Pastaj në vitin e 10 të Hijretit, profeti alayhi selam urdhërohet për haxh, e vetmja shtyllë që e kishte mbetur pa kryer nga Islami. Gjatë këtij haxhi, lajmërohet edhe për një shenjë tjetër të afrimit të xhelit të tij, që është plotësimi i fesë, siç thot Allahu i madhëruar në Kur'an. Sot u apërsosa fen tuaj, e plotësova mirësinë time ndaj jush dhe zgjodha që Islami të jetë feja juaj. Surja Maide 3. Ky ajet i zbritur profetit alayhi selam, siç tregon Omeri radiallahu anhu, gjatë haxhit të tij, ditën e Arafatit, i cili ka qenë në vitin e 10 të Hijretit. Një ditë më pas, konkretisht ditën e Kurbanit të atij haxhi, profeti alayhi selam i njoftoi njerëzit se ndoshta nuk do të bëj haxh tjetër veç tij, siç tregon Xhabiri radiallahu anhu. E kam parë profetin alayhi selam ditën e Kurbanit mbi deve, duke gjuajtur gurët dhe duke thënë: "Merrni prej meje rregullat e haxhit, sepse unë nuk e di nëse do të bëj haxh tjetër pas tij." Që pas këtyre momenteve profeti alayhi selam filloi të shtojë më tepër përpjekjen për të përgatitur për botën tjetër, siç thot Aisha radiallahu anha. Profeti alayhi selam, para se të vdiste, i thoshte shpesh fjalët: "I lartësuar qofsh o Zot në lavdin tënde, prej teje kërkoj falje dhe tek ti pendohem." E pyeta: "Ç'janë këto fjalë që i ke shtuar dhe i thua?" Ai më tha: "Më është caktuar një shenjë në umetin tim, të cilën kur ta shoh, ti them ato dhe lexoj suren, kur të vijë ndihma e Allahut dhe çlirimi." 3 muaj pas ajeteve të plotësimit të fesë vdiq profeti alayhi selam, dhe sipas lajmeve të përcjella, ajo ka ndodhur ditën e hënë më 12 Rabiul Awwal. Duke qenë se historia e profetit alayhi selam pas emigrimit të tij llogaritet sipas Hijretit dhe muaji i parë është muaji Muharrem, atëherë ai ka vdekur më 12 Rabiul Awwal të vitit 11 të Hijretit, muaj ky në të cilin ai plotsoi 10 vjet të plota nga Hijreti i tij. Ibn Taymija thot: "Nuk ka kundërshtim mes dietarëve se profeti alayhi selam ka vdekur në muajin Rabiul Awwal, muaji i cili është muaji i lindjes së tij dhe muaji i emigrimit të tij. Ai ka vdekur ditën e hënë, ditën në të cilën edhe ka lindur dhe i ka zbritur shpallja." Auf bin Malik tregon: "Shkova tek profeti alayhi selam në kohën e betejës së Tebukut dhe ai ishte në një çadër prej lëkure dhe më tha: Numëro 6 shenja para orës së fundit. Vdekja ime." Auf bin Malik thot: "Unë u preva fare dhe qava derisa profeti alayhi selam u detyrua të më qetësonte." Vdekja e profetit alayhi selam në lidhje me orën e fundit të dynjas ka 2 domethënie. E para, paksimi i mirësisë, sepse profeti alayhi selam ishte edhe burimi i dijes së saktë dhe modeli më i mirë i zbatimit të saj në jetën e përditshme. Këtë gjë ka kuptuar mjaft mirë një prej sahabëve të nderuar dhe prisi i këtij umeti pas profetit alayhi selam, Omeri radiallahu anhu. Kur ka dëgjuar zbritjen e ajeteve të plotësimit të fesë, thuhet se ka thënë: "Feja ishte duke u përsosur dhe tani që u përsos do të paksohet, sepse çdo gjë që përsoset më vonë paksohet." E dyta, zëvendësimi i së mirës me të keqen në varësi të paksimit të së mirës, siç e këshillonte Enes bin Maliku radiallahu anhu njerëzit në kohën e tij në lidhje me sprovat dhe u thoshte: "Bëni durim, sepse nuk ka për të ardhur ndonjë kohë veç se ajo pas saj është më e keqe se ajo para saj, derisa ta takoni Zotin tuaj." Prandaj profeti alayhi selam e ka quajtur vdekjen e tij si fatkeqësinë më të madhe të këtij umeti, siç ka ardhur në hadith: "Kur t'i ndodh ndonjërit prej jush ndonjë fatkeqësi, le ta kujtoj fatkeqësinë e tij në lidhje me mua, sepse ajo është fatkeqësia më e madhe." Imam Kurtubiu në tefsirin e tij thotë: "Të vërtetën ka thënë profeti alayhi selam, sepse fatkeqësia e humbjes së tij është më e madhe se çdo fatkeqësi tjetër që mund të prek muslimanin pas tij." U ndërprej shpallja dhe vdiq profeti, dhe ky ishte fillimi i shfaqjes së të keqes. Prej shenjave ishte gjithashtu ndërprerja e së mirës dhe fillimi i paksimit të saj. Koha para orës së fundit të dynjas është cilësuar si koha e ndryshimeve dhe çrregullimeve të mëdha në fenë dhe jetën e njerëzve. Ndryshime dhe çrregullime të cilat nuk mund të fillonin nëse mirësia dhe garancia, siç u tha më lart, do të ishte mes tyre. Ndryshimi i parë, që bota të marrë udhën nga ora e fundit e saj, ishte largimi i profetit të fundit Muhamedit alayhi salam.